pyetjeve tuaja dhe gjithsesi të lejoni krerët e institucioneve të raportojnë. Bravo. Po ja që si lehën ai, se ai vuri kushtin. Kështu qënon, e kap një moment zonja Maloku. E bëre me dashje apo pa dashje, unë nuk e di, po ke bërë një pyetje shumë interesante. Pikërisht për këtë punë jam këtu, sepse ka variante tjera. Kurse ky tha, o të bëni këtë, o të pranoni këtë, ose do i votojmë. Kjo është gjitha. Kjo dëshmon se këta janë për mbyll dyqanin. Apo shmanget përballja juaj Martin Tumanin, zoti Berisha? Këta përjashtojnë çdo variant tjetër përveç këtij. A pra, kjo është gjithçka. Po shmanget përballja juaj Martin Tumanin, zoti Berisha? Si? Po shmanget përballja juaj Martin Tumanin? Jo, nuk kam asgjë personale. Unë këtu nuk kam gjëra personale me asnjërin prej tyre. Ato çfarë kam patur, i kam thënë më shumë se kushdo tjetër Altin Tumanit, unë këtu kam hallën e qytetarëve, sepse në qoftë se kërkojmë të bëjmë pyetje, qoftë se kërkojmë të bëjmë debatet, thjesht për të mbrojtur interesat e qytetarëve. Këtu janë, mund të them vetëm disa gjëra të shkurtra. Janë 130 milionë euro të djegësit. Ky deklaron se konfiskoj apo sekuestroj filan apartament. Po se kthej 100 arka, 130 milionë euro të zhdukura? Jo, sepse nuk heton dot Edi Ramën dhe Erion Velin për këto, dhe Lubin. Ky pretendon se është i thellur. Mirë, po ju keni pa që këto ditë gumzhin Tirana se ky po bëhet avokat i Lubis. Dhe Lubin shkojnë dhe marrin për siç ishte një punë tenderi, supervizioni për tunelin, dhe jo për 50 milionë euro. Ku janë 50 milionë euro? Sa u ka kthyer takspaguesve nga 1 miliard? Diskutimi dhe pyetjet e mia sot kanë të bëjnë me faktin sa ka kthyer kjo prokurori nga 1 miliard e 200 milion euro të grabitura, të plaçkitura nga qeveritarët me dokumenta zyrtare, qytetarëve shqiptar. As një qindar. Ka dhe një paradoks në fjalën tuaj që nuk përbën asgjë qëndrimi, sepse unë atë kam dokumentuar, ky është një armik i pluralizmit, është një mercenar i Edi Ramës që vitin elektoral sulmon me çdo kusht të opozitën dhe i vën arrest shtëpi, arrest burg, e vën ndjekje penale drejtuesit kryesor në mënyrë që partia e krimit dhe ai vetë të fitojë zgjedhjet. Këto janë gjërat e njohura, nuk janë gjërat pa njohura për ata që na dëgjojnë. Të pa njohura për ata